E kanë planifikuar edhe shitjen e ujit të pishëm. Përsëri më vjen keq se nuk e kanë informuar mirë. E para njëherë nuk më ka përgatitur askush. Unë di çdo detaj. Këtë e premtoi zoti Kasami para 4 vitesh. Absolutisht nuk është e realizuar. Të gjitha këto projekte që janë duke folur janë ndërtuar. Më herët ka bërë vetëm disa kyçe shumë të thjeshta. Jemi duke folur për menaxhimin e ujit të pishëm. Por fatkeqësia më e madhe është që ta dinë të gjithë tetovarët. Se ato kanë përgatitur edhe shitjen e shërbimit të ujit të pishëm. Ajo ka qenë një vendim që është dashur të sjellet në mandatin e kaluar, ka pas kundërshtime nga shumë këshilltar, prandaj edhe nuk ka mundur ta miratojnë, po e kanë planifikuar edhe shitjen e ujit të pishëm, që do ishte një skandal i madh për të komunën. Jeta, përsëri më vjen keq se nuk e kanë informuar mirë. Kur e kanë përgatitur për emision, e kanë përgatitur shumë keq. Me ligj në Maqedoni është e ndaluar shitja e ujit të pishëm. Është dashur që këtë informat themelore me ia dhanë, sepse po e shoh që po vazhdojnë të dezinformojnë tetovarët. Uji i pishëm nuk shitet. Pik. Sa i përket asaj që prezanton. E paguhet shërbimi? Sigurisht paguhet ndërmarrjes publike dhe do vazhdoj të paguhet ndërmarrjes publike për shërbimin që sjellin tetovarët. Apo e shet, po më duket që vetëm çapo kuptoj, apo ja shet ndërmarrjen publike ndonjë privatit. Nuk mundet, pra ndërmarrja publike për furnizim me ujë nuk mund të shitet. Uji i pishëm është i obliguar të furnizohet dhe të si shërbim të jepet nga ndërmarrje publike komunale. Prandaj po them edhe një herë. Unë du me kalu të tema Ros, hajde Baran. Vetëm një replikë shkurtë. Përsëri asaj që Bilal, veç pak. Të cilat i kanë bërë në... E din, po kry replika jote, urna. Ndëgjo, e para njëherë nuk më ka përgatitur askush. Unë di çdo detaj, kam njohuri për çdo procedurë. Ashtu si e din të Gjurçeni ku është. Ashtu si e din të ku është Gjurçeni. Absolutisht nuk është e vërtet, ja edhe marrëveshje që këto e kanë patur në Këshillin Komunal që e kanë propozuar për shitjen e ujit të pishëm. Kjo është marrëveshje e dalur nga organet komunale të Tetovës që kanë planifikuar ta miratojnë gjatë mandatit të kaluar në Këshillin Komunal të Tetovës, nuk kanë arritur. Flasim me fakte, do me thënë flasim me të gjitha argumentet e nevojshme të cilat kanë qenë në qarkullim në kuluaret e komunës. Për herë të parë në një periudhë 4 vjeçare, po instalohet gypi i ri i furnizimit me ujë të pishëm nga rezervuari kryesor afër Lisecit deri poshtë, nga filterstacioni deri tek rezervuari poshtë. Për herë të parë një lagje e tërë, pra jashtë Vardarit, po ka instalim të ujit të pishëm nga investim i komunës. Për herë të parë po ndrohet rjeti i furnizimit me ujë primar dhe sekondar në gjithë qytetin dhe Tetova ka furnizim të rregullt me ujë të pishëm. Prandaj edhe një herë po them, të cilën e kanë përgatitur, është e pavërtet jeta komplet se as edhe një investimi vetëm nuk është bërë në ndrimin e rjetit të ujësjellësit në Tetovë. Për projektin që është duke folur zotëriu këtu, ta dini se është duke ndërtuar një kompleks banesor jashtëzakonisht jashtë çdo norme ligjore në kuadër të Teteksit, do me thënë të kompleksit të Teteksit, edhe përflitet ka shumë. Doja të parashtroj këtë pyetje se njerëz të afërm të tyre janë duke ndërtuar atje dhe këto ujësjellës po e dërgojnë pikërisht për nevojat e atyre ndërtuesve që janë duke uzurpuar hapësirat publike dhe janë duke bërë një masakër urbane. Vërtet më vjen keq se është jashtë realitetit. Edhe atë din çdo banor, bile edhe aktivistët e tyre që kanë qenë funksionar në lagjen jashtë Vardarit, se ndoshta se din edhe ku është ajo lagje, sot po instalohet rjeti i ri që s'ka pasur për herë të parë unë instaloj në një lagje të tërë rjet modern të furnizimit me ujë të pishëm. Është komplet tjetër lokacioni që përmenden kundër kandidati. Edhe një herë më vjen keq se nuk e kanë përgatitur mirë. Tetovën duhet ta duash, ta njohësh dhe të jetosh me Tetovën.